Në vend deri më tani janë regjistruar 43 raste të etheve të Nilit perëndimor, nga të cilat 40 janë konfirmuar në laborator, ndërsa tek 3 persona të tjerë virusi është konfirmuar nëpërmjet testimit, ka njoftuar ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski. Sipas të dhënave nga Ministria e Shëndetësisë, për herë të parë, raste të etheve të Nilit perëndimor janë regjistruar në komuna Qendër dhe Qajër të Shkupit. Klekovski bëri të ditur se është regjistruar edhe një shpend, i pari i ngordhur, i prekur me ethet e Nilit perëndimor. Mushkonet nuk i njohin kufit komunal, ato lëviznin nga 1 deri në 2 kilometra. Në disa komuna, për shembull në Sopisht, nuk ka zona me rrezik të lartë, por ka raste. Aktualisht, po punojmë me 34 zona rreziku, nga të cilat 13 janë me rrezik të lartë. Klekovski tha se si vendet rrezikshme për shumimin e mushkonjave janë gropat septike, varrezat dhe vendet ku magazinohen gomat e vjetra. Gropat septike janë të rrezikshme për shkak të mundësisë së grumbullimit të ujit, ndërsa në varreza uji mund të qëndrojë në vazot, ku ka edhe materiale organike. Gomat e vjetra, nga ana tjetër, nëse nuk ruhen në mënyrë të përshtatshme, mund të mbledhin ujë dhe të bëhen vende të përshtatshme për shumimin e mushkonjave. Sipas të dhënave mjekësore, rreth 80% e njerëzve të infektuar me ethet e Nilit perëndimor nuk kanë simptoma ose ato janë të lehta. Rreth 20% e të infektuarve mund të përjetojnë ethe, dhimbje koke, të vjella dhe skuqje.